Kjo është ideja një proteste kreative, si që thamë, unë jam krijuesi i skriptit dhe themi të gjithë kësaj që sapo pam. Synimi është absolutisht krijimi i një shoqërie më të mirë dhe le të themi mirë funksionimi i institucioneve ku ne krijohemi. Sipas një sondazhi të bërë nga Qendra Rinore Hana, ne kemi zbuluar domethënë që shumë shkolla promovojnë partitë politike dhe mbajnë qëndrime të njëanshme. Kjo gjë domethënë ndikon automatikisht edhe tek nxënësit se le të themi nuk ka se si të mos ndikojë, duke qenë se janë pjesë e shkollave. Jo vetëm kjo, po dhe mungesa e transparencës së fondeve dhe këto gjëra që mbeten një mister për ne, ndërkohë që ne jemi ato të parë që duhet ta dimë, le të themi se ku shkojnë fondet publike. Bëjeni dhe ju secili prej prindërve një llogari me lapse letër se sa vërtet është vërtet arsimi publik falas këtu në Lezhë, apo në fund dalë një kosto goxha e madhe për secilin që rëndon në barrën e shpinën e secilit prej prindërve. Nga ana tjetër, politizimi i shkollave dhe arsimit këtu në Lezhë është në shifrat e frikshme. Mjafton të futemi në secilin faqe zyrtare, në shumicën prej faqeve zyrtare të shkollave të ZVA Lezhë është një rrjetëzim i servilizmit që i bëhen partisë politike, sidomos asaj në pushtet, duke filluar që nga drejtori ZVA-ja, ZVAP Lezhë, të Drapi dhe secila prej shkollave. Mungesë financimi nga ana e bashkisë i detyron këto shkolla dhe drejtorët e tyre dhe mësuesit të kthehen në lypsar ndaj tyre, duke bërë çdo lloj pune që ata kanë nevojë, pra duke filluar që tek politizimi, pra duke i bërë temena kryetarit apo ministrit, edhe kështu me radhë, pra nga mungesa e financimeve. Në këtë mënyrë, pra duke u larguar fokusi i mësuesit dhe gjithë komponentëve të arsimit nga fokusi i rinia dhe nxënësit, në këtë mënyrë ndodhin dhe këto ngatresa, ndodhin dhe këto aludime që nxënësit bëjnë duke mos treguar as respekt ndaj mësuesve, por edhe mësuesit nuk e kanë me fokusin tek nxënësi dhe mësimdhënia, dhe ne mjafton të shohim rezultatet e PISA-s, ku shqiptarët dalin në të njëjtin nivel me Afganistanin, dhe kemi edhe këtu në Lezhë ku rastet e dhunës brenda në ambientet e shkollës dhe mbajtja e mjeteve prerse janë raste emergjente ku shkollat nuk kanë me as të aftësinë të marrin masa për këtë fakt. Një pikë tjetër është që mësuesit sot kanë frikë. Një mësues që ishte sot tek protesta jon kreative, kështu për ciptazi në mënyrë anonime, na tha, ju lum se vërtet vetëm ju mund ta bëni dhe mund ta ngrini zërin për këtë fakt, pasi neve nuk kemi mundësinë të bëjmë asnjë lloj gjëje për këtë fakt që thashë, sepse ato janë kthyer në lypsar ndaj partisë në pushtet.